ka thot mundësi me I fol 2-3 fjalë për Ramazanin që po afrohet, se shumë njerëz po thojnë në shumë nxehtë me agjëru dhe po shkojnë në deti. Allahu të rujt për këtë pyetje të ëmbël dhe të mirë. Ashtu qysh është edhe vetë Ramazani I ëmbël dhe I mirë. Është e vërtet dhe pamohueshme se temperatura këto ditë është e lartë. Dhe se Ramazani pritet me qenë nxehtë sepse është në karrik dhe në gusht. E nuk ka kana det në karrik dhe në gusht me rabor, por ka kana det karrik e gusht flak ka me dal prej zhegut, në kulminacion zhego. Këtu janë ligjet Zotit prej ditës që ka kriju Zoti tokën dhe qiejt. Por Allahu I madhruar me mëshirën e tina që e ka ndaj robëve të tij, nuk e ka lënë Ramazanin me ne gjithmonë në karrik dhe në gusht, por e ka bërë Ramazanin me lëviz. Në mënyrë që Ramazani me qarkullu dhe me lëviz në për 4 stinet e vitit dhe me pas hapësir njerëzit, her me shiju verës dhe her dimnit, her në pranverë dhe her në vjesh. Kur vjen verës Ramazani është spro me rand për muslimant, nuk diskutohet. Por pashat madhin Allah që e besojmë hak dhe besojmë Ramazanin hak dhe besojmë ditën e gjykimit hak dhe besojmë xhenetin e xhehenemin hak, zjarmi I xhehenemit është më I nxehtë se sa vape e kësaj dynjaje. Dhe pashat madhin Allah që ka krijuar tokën dhe qiejt, ai njeri I cili e han një ditë Ramazan pa arsye, pa ëzër, pa justifikim, mjeri mjeri për shpirtin e vet, dhe ai ka me hunger kryt e vet, dhe ai ka me hunger xhehenem, por nuk ka me I dal ilaç, la ilahe illa Allah. Dita e kiametit është ditë me etje. Ma mirë me uçtua në këtë dynja se sa me uçtua në ahiret. Dita e kiametit është me etje dhe me uri. Xhehenemi është me uri, lypin me hunger dhe me pi, la ilahe illa Allah. Lypin me hunger dhe me pi. Prej vapës të madhe, për pas dënimit madh që e kanë, lypin me hunger dhe me pi. E ma mirë mu lodhë në këtë dynja e me pushua në ahiret, o vlazen musliman, o motra musliman që beson I Zotin hak. Lene ato intriga dhe dallavere dhe cytjet shejtanit të mallkuar, po qysh me kanë ju ka që t'lege me lujt shejtani me juve. Qysh more shejtani me ju bo ka që let budal ju bo pe vetit more. A I knaqet, a I valzën, a I qkrijet pe I knaqësie kur ty që të me prish Ramazanin. Pa ti mja dhe 2 janë nuk dënë ma shumë se sa me të shti ty një dit Ramazan me prish. Se sa me të shti e tyje e me shku në deti në Ramazan. Në Ramazan me shku në deti mi bo Allahut haram. Në kohën kur është kohë I ibadetit, kohë shtrajt dhe kohë shajt. Kohë ku dhe të me qenë muslimat 24 orë në ibadet, po nuk bën pa punu për dynja, për ndryshe me pas mujt 24 orë me najt në ibadet. Kë pusi taksirat lija, shkën dhe raset në haram atje vete gruja e thmija, la ilaha illallah. O musliman, lehtënja vetë veti me sabër. Pejgamberi ka thonë men një stabir ju sabiruhullah, ai cili mënohet me bo sabër. Men një të sabër ju sabiruhullah, ai cili mënohet me bo sabër, I jep Zoti sabër. Ai cili mënohet me bo gajret, I jep Allahu gajret. Mundohuni me kanë të fort, këmë në letu Allahu. Këmë në letu Allahu, të bareke wa ta'ala dhe keni më bindë vetë, se Allahu është I mëshirshëm rahimun bi ibadihi, është I mëshirshëm ndaj robëve ti, të bareke wa ta'ala. Por dëmë në sprehu Allahu, se sa e kena dashurin ndaj Allahu, sa jemi në gjendje të sakrifikojmë për Allahun, sa jemi në gjendje të talojnë edhe më të amblen dhe më të mire, sikur se kje gotë ujë, që o shumë e dashur, o shumë e shtrajt nuk ka pare që e pagun këtë gotë ujë, kur të rokë etja dhe të thahën buzë, por thue këta është shumë të dashur, dhe këtë trup të onë është I dashur, por Allah është me I dashur, dhe urdhëri Allahut është me I madh, dhe është me I qmu shumë, se sa kërkesa trupit tim. Allahu ka thonë mësha, ona nuk ha. Allahu thot quhan gjysnate, ona han gjysnate se ferë. Allahu thot hakur për ndë djeli, ona hakur për ndë djeli. Allahu ka thonë ha halal, ona ha halal. Allahu ka thonë mësa haram, ona nuk ha haram. E kam zët ata.
Ajo është Zoti jam, ajo është krijuesi im. E pastaj për hir të kësajna, që unë e bëj sabër për Allah, e agjiroj për Allah, e duroj për Allah, e sakrifikoj për Allah, e që besa dhe lodhe për Allah, sepse është normale në Ramazan njerëzit me hub ka pak pesh, po pasha Zotit normale, e rezultati i sajna është falja e gjunaheve ditën e fundit Ramazanit, me u shkun prej gjunaheve, si kur se pëmën kur e shkun, kur i pejgjitheve dhe i bin flet krejt, të bin gjunahet krejt, la ilahe illallah, pejgamberi alayhi salam ka thonë, Ramazani deri në Ramazan, ti falë dhe ti fshin gjënatë që e në bo mes tyne, o i shkret dhe i mirit të dhe one, sa gjënatë i kena bona që mëtë, lëmt në të lëmë që po në vjen Ramazani, e mja dhanë hakin Ramazanit, e mu pastru prej gjënaheve, e mu ngritë Allahu, mi kushtu këti shpirë të rëndësi, në thamë në fillim që këtë trup, ti si njeri, je i përbër prej dy substancave, nga ana materiale trupit tën, i cili ka elementet dhejot, dhe prej elementeve dhejot është me hangër dhe me pi, nevoja me hangër e me pi, por e ki edhe substancën e shpirtit, e që është pjesë qellore, që nuk hanë dhe nuk pen, e ushqimi sa është që kjo Ramazan, e ushqimi sa është namazi, e ushqimi sa është haxhi, ushqimi sa është përkujtimi i Allahut, ushqimi sa është leximi i Kur'anit, ka nevojë me ushqy edhe shpirti. Ramazan është ushqimi shpirtit, është pastrimi trupit, la ilahe illallah. Muslimanët e mirë sa jenë gëzue për para, 6 muaj ditë para se më ardhë Ramazani, o Zot, na mundson neve prit Ramazanin, nuk është bo Allah tha ka me kanin zeta i ftëft, por o Zot, a kam jetë me prit Ramazanin, dhe më mundson në Allah ta preshën dashmire, t'japi hakin Ramazanit, pa a ban laf muslimanit, a fut këtë radakën e ti muslimani, që thot la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, e beson Zotin hak, e beson ditën e gjykimit hak, a shtin në kryaj se a me agjeru, a mas me agjeru. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, qysh mja dhon diagnozën qati muslimani i ri dhe e re, që plugit mja në gjitë e ngre, ka dha Zoti fuqi, plugit me në gjitë e ngre, thët valla nuk pa agjerohet se zhek. La ilahe illallah. Që atina mja falë gjenazën, për që ata më lutë kur des, qaj me hinë gjenem, a nuk ka marre prej Allahut, le haramin e pasojët e tjera, a nuk ka marre prej Allahut, fëmija 7 vjetë dhe të agjerojnë bre, por në 4 anë të botës fëmijët e vegjël agjerojnë. Edhe agjerojnë me shpirt agjerojnë. Ndërsa burri 30-40 vjetë nuk mund agjerojnë. Kënë për ranë. Për ranë krijuesin tënë, a nuk gjete kënë me rajt pas Allahut. A nuk gjete kënë me mashtru pas Allahut. Allahun për mashtru. Allahun për ranë. Allahut për bëndalaver. Mama i shkretë. Se të ka qitë perde për para shejtani, të ka gjue grosht hi ftyrës shejtani, dhe është i knaqën me ty se din që kjo rrugë e jotja është rrugë e xhenem. Mu marë vla dhe motër, mëse ha Ramazanin, se ma mirë pashat madhin Allah, me marë gacat zjarmit e me shti në goj, se sa me shti ujë dhe buk në goj në Ramazan. La ilahe illallah, lodhëm, pani dhe lodhëm, për Allah nuk për lodhësh për dreq, po ti për dënja për lodhësh akpute të lodhë, po për një darseme, për një fejese, për një sënetije, për lodhësh akpute të lodhë, një muj dit për para, një muj masandaj zvjen vetje, ani dhe thu javlen, se i bona djelë sënet, javlen, se morra ren, javlen, se dha shqiken në fist huj, javlen, se hina në shpi, jena lodhë që sa, ta shaledit din veti që sa, nga ana psiqike, shpirtrore, nga ana ekonomike, financiare, tjere, je lodhje dërmu, dhe ja ka vlen. Ja ka vlen për dynja, për Allah s'ja vlen, e s'ja vlen për Allah me agjerue. Në qka në lodhësha për Zotin tem, a nuk e mur Ibrahimi a.s. për Zotin e vet, me prej vlatin. Me prej vlatin. është pytje, ja Allahun, ja djalin,
Jo, Zot, në ka nevojë më kujtu këto. Ty o Zot, ti je Zoti. Djali, pse kum pas? Ma ke fal. Po kima ma marr, o para meje, o mas meje, prap kima më da për ti. E qka o djali? Me Allahun. E qka o gruja? Me Allahun. E qka o dynjaja krejt me Allahun? Qka është? Qka është këtë dynja? La ilahe illallah. Zbat pa sakrifiku. Allahu na ka bo ligjën këtë dynja për në këtë dynja me kry një shkollë, një letë kjerit me marrë, një shpi me marruë, një ka qak pulave, qka të bëjsh me zbot pa vlodhë. Pra, a vesh për Zotin më s'mu lodha, për tirat për dynja po, e tani me dash gjenet. O vlast, po shknatësi, trupi lodhët, por shpirti ndjen knatësin, thonë nashtë, se o lodhë trupi për Allah. Për Allah o lodhë trupi. La ilahe. Qka thane bu Durdaja, një sahabi pejgamberit alayhi salatu wassalam, në fund tjetës vetë, mos me pasjen të rigjana kur se kësha dash këtë dynja. E një për tyre thëtë, mos me pasjen me nejtë kura vapa më e madhe, zhegu më e madhe në Arabia, tje 50 temperatura, ko zhegu më e madhe, mos me pas nejtë, mos me pasjen mundësia tje, me më tha bust eti për Allah. Na fila të jo fars, një është Ramazani. Dhe natën më që më falë për Allah, kur flenë njerëzit. Më knash për Zotë, më knash për Allah, do të më ndjekit iman, e kur më ndje në shpirtit tonë knatësim që jemi rëbë Zotit, kalzam, kur më ndje, nëse nuk e ndje në muslimani, në Ramazan, nëse nuk e ndje në muslimani, në namaz, knatësin e ti që musliman, knatësin e lidhjes ti me Zotin, a i ka falimentu. Ai ka falimentuar për punë e tina. Allahu na mëson me pritë Ramazanin, e mja dhon hakin Ramazanit, ja Rabbil Alamin.